E falenderoj Zotin nga thellësitë e shpirtit tim, që na solli sot mes jush, që na solli në mes nesh. Është e pamundshme nga ana njerëzore që një njeri të shohet disa njerëz që as nuk i ka kushëri parë, as kushëri dytë, as nuk i lidh as gjë njerëzore, për na lidh një atë që quhet Perëndi. Fantazojmë një shtëpi ku ka babaj, ka nenën, ka fëmijët, sa shumë duhen njëri në tjetrin. Dhe kush të që jemi toksorë. Ja fantazojmë tani një shtëpi qiellore, vëllezër dhe motra, që kemi një atë, një baba që na drejton dhe që është mbi të gjithë ne. Ku të gjithë ne e dim se në çdo moment të jetës tonë është mbi ne, sytë e tij na shohin çdo moment. Veshët e tij na dëgjojnë lutjen tonë dhe pëshëretimin tonë. Edhe kur akoma nuk ja themi, është një atë që njeh gjithçka dhe është gjithë pushtetshëm, që din më mirë se ne vetë ç'është e nevojshme për ne. Në atë Zot besuam. Dhe falenderojmë Perëndin për atë Zot. Lavdia e emrit të tij. Dua me hirin e Perëndis të lexojmë pak paragrafe tek Mateu në kapitullin e 7 nga 24 deri tek 29. Mateu kapitulli 7 paragrafi 24. Prandaj ai që dëgjon këto fjalë të mia dhe i vën në praktik mund të krahasohet prej meje, thot Zoti, me një njeri të zgjuar që ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi shkëmb. Ra shiu, erdhi përmbytja, fryn errat dhe u përplasën mbi atë shtëpi, por ajo nuk u shemb, sepse ishte thembeluar mbi shkëmb. Përkundrazi, ai që dëgjon këto fjalë dhe nuk i vën në praktik, do të krahasohet me një njeri budalla, që ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi rrë. Më pas ra shiu, erdhi përmbytja, fryn errat dhe u përplasën mbi atë shtëpi, ajo u shemb dhe rënimi i saj që aq i madh. Tani kur Jezusi i mbaroi këto fjalë, turmat mbetën të habitur nga doktrina e tij, sepse ai mësonte si një që ka autoritet dhe jo si skribët. Falenderojmë Zotin për fjalën e tij. Vjen Jezu Krishti dhe flet në kapitullin e 7, vazhdon kapitulli 7 ka shumë paragrafe, ka 29 paragrafe, dhe vazhdon dhe flet gjëra të mrekullueshme. E vazhdon duke thënë mos gjikoni që të mos gjikoheni. Me atë mas që matni, me atë mas do të mateni. Sa të mira janë fjalët e Zotit. Dhe flet dhe jep porositë e tij, Zoti jon Jezu Krisht, dhe falenderojmë për fjalën e tij. Dhe thot, në fund të këtij kapitulli na jep një porosi. Unë, thot Zoti, ai që i dëgjon këto fjalë dhe i vën në praktik, unë, thot Zoti, do ta krahasoj me një njeri të mençur. Sa mençuri na dha Zoti, që ditën që njohëm Zotin, që qëndruam që kur e njoftën deri më sot. Kjo është një mençuri që na dha Zoti, vëllezër dhe motra. Dhe thot Zoti, mund të krahasohet ky njeri prej meje me një njeri të zgjuar që e ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi shkëmb. Dhe le të marrim sot, vëllezër dhe motra, qofsh baba në shtëpi, apo qofsh nën në shtëpi, apo qofsh fëmijë në shtëpinë ku je. Ta marrim sot këtë familje që na ka dhënë Zoti, shtëpinë e gjithë secilit prej nesh, dhe ta vëmë përpara syve tonë dhe përpara Perëndis. Unë jam baba në shtëpinë time. Çfarë pozicionit kam unë si baba në shtëpinë time? Pozicionin që kam unë si baba në shtëpinë time e shfrytëzoj sipas kësaj që më thot Zoti. Jam burri një gruaje që jam përgjegjës për familjen time. Kur Zoti e krijoi familjen, tha burri të jetë Zoti i shtëpisë. Nëse dikush nuk e ka ndërtuar shtëpinë në Zotin dhe del gruaja përpara burrit, ajo familje nuk do të shkojë mirë, vëllezër dhe motra. Lavdia e emrit të Zotit. Të kemi kujdes gjithë secili dhe të jemi përgjegjës për pozicionin që kemi. Kur u martova fillimisht, nuk besoja në Zotin.
Bardhe një gruaja, një vajzë për ullur, një vajzë vuajtur, e njihni bardhen nga të gjithë. Dhe mendoja se mund ta bëja çfarë të dua bardhen gruan time. E kisha ullur qohu, urdhno si urdhnon e kisha, të paktën vitin e parë. Bëri Zoti hir dhe pa u bërë mirë viti, me gjeti Zoti dhe më shpëtoi Zoti, e njofta Zotin në Greqi. Dhe atëherë mësova që të ndartoj shtëpinë time me Zotin dhe jo në mendjen time. Lavdia me të Zotit, na bëri Zotit mençur dhe jo budallën. Na krahason ai që ndërton shtëpinë e tij mbi shkem, na quan Zotit të mençur sot. Lavdia me të Zotit. Dhe atëherë u mësova që kur besova që të respektoj edhe gruan time. Por Zoti thot që gruaja të nënshtrohet burrit. Burrin e ka vënë Zoti përgjegjës të gruas dhe të fëmijëve dhe të familjes. Vëllezër dhe motra, ta mbajnë mirë ju vëllezër pozicionin që na ka dhënë Zoti. Nuk do të marrën paragrafin që thot Zoti, ju gratë të nënshtroheni burrave. Nuk mund ta bëjmë gruan me zor të më nënshtrohet mua. Por unë do të marr paragrafin që më përket mua, që më thot ju burrat t'i doni gratë tuaja sikur trupin tuaj. Edhe ju motra, në emër të Krishtit ju lutem, merreni paragrafin që ua thot Zoti sot, ju gratë nënshtrojeni burrave tuaja. Ai është për ju dhe tjetri është për ne. Ai është për ne të gjithë. Dhe në këtë mënyrë ndërtojmë shtëpinë tonë në Krishtin Jezus. Ju fëmijë, binduni prindërve tuaj. Ju etër, mësoni fëmijët tuaj në Krishtin, mësoni me fjalën e Perëndis. Kur i kisha fëmijët e vegjël, shpeshherë më merrte gjumi duke u thënë historira nga Bibla. Isha i lodhur nga puna, e kisha detyrë që t'ju mësoja fëmijëve të mi, si baba që isha në familje, fjalën e Zotit. Ju tregoja historitë e Davidit, ju tregoja historitë e Mojsiut, ju tregoja ato që njeh të Zoti dhe frymën e shenjtë. Gëzohesha dhe unë si kujtoja dhe unë më mirë. Nuk ndërtoheshin vetëm fëmijët, por ndërtohesha dhe unë kur ju flisja fjalën e Zotit fëmijëve. Lavdia me të Zotit. Kjo është shtëpia që vëhet në shkëmb. Unë si baba jam i detyruar përpara fëmijëve dhe përpara gruas time, që kur të vijë ora lutjes të shkoj të lutem. Më duhet, jam përgjegjës përpara Perëndis dhe përpara familjes time, që të krej të bëj detyrën time si prind, të jap shembullin tim, që të shkoj kur të ketë ora e kishës, sa do i lodhur që t'jem, të shkoj tek kisha. Nuk jemi njerëz robot dhe kur jemi të vdekur që s'lëvizim dot të shkojmë në kishë, por t'i japim Cezarit atë që i përket Cezarit dhe Perëndis atë që i përket Perëndis. Ta japim shembullin e mirë edhe tek ato fëmijë, nëse i ketë vegjël, ta japi shembullin e mirë se të shohin. Dhe fëmia të parën që do t'i ngjajë prindrit të tij. Që ose unë jam një prind dhe jam gjithë ditën në telefon, çfarë do të bëjë fëmia im? Çfarë shembulli do t'jap tek fëmia im? Zoti të na ruaj vëllezër dhe motra dhe të na përdorë për lavdinë e tij. Në emër të Jezu Krishtit, vëllezër dhe motra, që të shohim bekimin e Perëndis. Sot që vini me makinë me vllai Lian, më tha diçka që më bëri shumë përshtypje. Një motër në Greqi kishte mbaruar për pedopsikologe quhet, do të thotë për psikologjinë e fëmijëve. Dhe pyeti vllai dhe i thotë, përse njerëzit sot në botë, përgjithsisht fëmijët që janë moshën 6, 7, 8 vjeçë, djali për shembull merr rrugën që nuk duhet, që të bëhet doje të shkojë me djem domethënë, apo të vishet si një grua, të veshë fustanin e nënës, të veshë këpucat me kunjat në mas, apo të doje të lyejë buzët. Përse ndodh kjo? Dhe njerëzit dhe po çoroditet plotësisht dynjaja, që ta thënë kështu si ashtu dhe i thot motra, ky fenomen bëhet për arsye se në shtëpi do të qeverisë mamaja dhe jo babai. Të jetë, domethënë, babai një diçka më poshtë se nëna. Domethënë, të mos e ketë themeluar shtëpinë në shkem, siç është mesazhi për sot, por bëhet diçka tjetër, të jetë nëna e para. Dhe fëmia do të marrë shembull dhe të ngjajë atij që bën komandën në shtëpi. Edhe nëse nëna bën komandën në shtëpi, fëmia do të ngjajë nënës. Jo vetëm vajza, por akoma djali.
Prandaj vëllezër dhe motra, ta ndërtojmë shtëpinë tonë në shkëmbë. Të shpresojmë vetëm tek Perëndia, vëllezër dhe motra, dhe Zoti ne do të bëjmë atë që mundemi dhe Zoti do t'i bëjë të gjitha të tjerat. Në emër të Krishtit, vëllezër dhe motra, ta mbajmë mirë pozicionin tonë. Në kishën e Zotit thot për motrat tek Korintasit, duket se është kapitulli 13, gruaja thot të mos flasën në kishë. Nuk është e mirë, vëllezër dhe motra, që gratë të bëjnë komandën as në kishën e Perëndis, as në shtëpinë e tyre. Do të thuash në shtëpinë tënde si bëhet komanda e shtëpisë tënde, si komandohet shtëpia ime sot. Patjetër që bilën do kort me gruan time, nuk është një diçka, sepse përpara Perëndis një lloj jeni. Por vëllezër dhe motra, të mos dalen motra përpara vllajt. Jetë burri përpara dhe gruaja brapa. Ta mbajmë familjen siç e thot fjala e Perëndis. Sepse në atë shtëpi do të vinë thot fjala e Perëndis. Çfarë do të vinë? Do të bjerë shiu, do vijë përmbytja, do frymë errat, do të përplasen mbi te, pra nëpërmjet shumë pikëllimësh do të hymë në mbretërinë e qiellit. Do të provohemi mirë. Kur kush i pa provuar, mos mendoje se pa u provuar mirë nuk do të shkojë kollaj në qiell. Sikur ari që digjet dhe valon në furra në temperaturë të lartë dhe pastrohet, dhe del ari i pastër matet me karat. 24 karat, me që di unë, që më di shumë për arin, vetëm një nazo ari do në truptim dhe s'kam tjetër. Ai është më i miri. Është më i miri nga që është në temperatura shumë të larta ka arrit që të pastrohet. Kështu do të pastrohemi edhe ne. Shofim një ditë fytyrën e Perëndis. Zoti të na japë mendjen e Krishtit. Ta ndërtojmë shtëpinë tonë mbi shkëmbë, në mënyrë që kur të vinë këto, të mos prishet shtëpia jonë. Sepse nëse dikush nuk e ka ndërtuar shkëmbë dhe në rrë, kur të vinë gjithë këto prova që vinë, ajo shtëpi thot do të shkatërrohet dhe rënimi është i madh. Atë po bën djalli sot jashtë kishës Jezu Krishtit. Shkatërrimi është i madh. Sot është e vështirë të gjesh një familje të rregullt. Ku të jenë babai dhe nëna bashkë dhe fëmijët gjithë gëzuar me nënën. Por çfarë bëjnë? I kanë fëmijët të ndarë babai me nëna dhe i bajnë sikur ato futbollistët që pasojnë topin herë njëri, herë tjetri. Të shtunë diellë ke babai, tani të marrë të mërkurë të tante ke nëna. Dhe fëmijët si do bëhen me ato fëmijë. Zoti të na mëshirojë, vëllezër dhe motra, amin.